në momentin që e skenoni këtu, për shembull, mund ta bëjmë një ilustrim praktik. E skenojmë. Këtu I kemi kullat. Kulla Rambllacës. Muzei I Martirëve të familjes Berisha. Ndërsa, opcioni tjetër është përmes hartës interaktive. Shkojmë këtu, hapet domethënë faqja e organizatës tonë, aty shkojmë e zgjedhëm opcionin harta interaktive dhe këtu I kemi lokacionin e saktë dhe informata për secilin për tyre. Për shembull, shkojmë këtu e kemi shtëpinë Muzeut të Herojit Fadil Vata dhe në të cilën domethënë është një përmbledhje e historikut të herojit ton Fadil Vata. Pastaj shkojmë këtë tjetrën, e kemi kullën e lirisë në Krushicë të Epërme, ku tregon kulla e lirisë është shpëruar me 12 qershor vitin 2024 në fshatin Krushicë e Epërme. Pastaj kemi këtu për shembull muzeun ku jemi ne, është ndërtuar në vitin 1928, shërbente fillimisht si shkollë fillore, pastaj nga viti 2006 është shndruar në muze I qytetit. Pastaj për shembull kemi këtë pjesën perëndimore të kulla e rezistentës së Madraq, është shpëruar me 4 gusht 2023, e ndërtuar për nder të 22 burrave të fshatit, të cilët kanë flijuar jetën gjatë periudhës 1912-1945. Do thënë këtu e kemi.